Policia e Kosovës ka zhvilluar një aksion të madh herët në mëngjesin e sotëm në qytetin e Kaçanikut, në kuadër të hetimeve për vrasjen e arresterit të policisë Muhamet Lika. Në këtë operacion kanë marrë pjesë njësitë speciale të policisë së Kosovës, të cilat kanë vendosur pika kontrolli në çdo cep të qytetit, duke krijuar një rreth të plotë sigurie gjatë bastisjeve. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, konfirmoi zyrtarisht se operacioni i sotëm është i ndërlidhur me rastin e vrasjes së arresterit Lika. Policia e Kosovës me njësitë e saj relevante, pas hetimeve intensive sot në orët e hershme të mëngjesit, ka filluar një operacion policor i cili ndërlidhet me rastin e vrasjes së arresterit policor Muhamet Lika në Kaçanik. Pas përfundimit të operacionit policor, do të bëhen publike informacione shtesë, deklaroi ai. Hetuesit për krime të rënda po vazhdojnë punën në terren, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar se të dhëna shtesë do të bëhen publike pas përfundimit të operacionit. Muhamet Lika u vra më 1 prill në hyrje të ndërtesës së tij në rrugën Idris Seferi, rreth orës 23, kryeprokurori i prokurisë themelore në Ferizaj Burim Çerkini kishte bërë të ditur se arresteri i policisë së Kosovës Muhamet Lika u vra nga 2 persona në shkallët e ndërtesës ku banonte, ndërsa po kthehej nga puna dhe se autorët e dyshuar ndodhen ara tij. Motivet e vrasjes mbeten ende të paqarta, ndërsa organet e rendit dhe drejtësisë janë duke punuar për zbardhjen e plotë të këtij krimi të rënd.